më na kallëzu sonte për publikun, ti ke qenë edhe kandidat për deputet nga AK. Po. Që unë kur të kom po për vetë jam gëzu shumë. Atë ke pos ndaj farë çka të kanë thonë për shembull migjet, Gania se na shpërndon shpesh emisionet apo Albulina Haxhiu apo ke pos ndaj farë. Unë lirinë teme. Po a ke pos ndaj pse shkuve me ta diçka? Po do të përgjigjesh Që to do të kuptu ti se me të vërtet Dardoni është vetëvendosje. Liria teme nuk e jap kërkuj hiç. Liria për lirinë teme. Po veç a ke pos ta kanë thonë? Po si nuk kom pos, dëgjë është e trisht me thonë, sinqerisht. Është shumë e dhimbshëm me thonë, po lëvizja vetëvendosje ka kriju shumë armiqësi mes qytetarëve, pra ka kriju qaq polarizim të madh. Oni një këtë subjektit politike, jo vetë subjektit, një edhe njerëzve. Nashta jo lëvizja, po njerëz të lëvizjes pu. Po jo, në fakt kjo nuk është shku në mënyrë të pa koordinune. Pa organizume. Kjo polarizimi, kjo populizmi, polarizimi, ka atje një autor. Pra Këtë edhe emisione ka një autor? Ne nuk e kemi shpikas populizmin, as polarizimin, se kemi shpikas filozofinë politike, këtu ka një rrugtim të madh. Po, në fakt, tash ne jemi në situatën kur kemi lëvizjen vetëvendosje që ka fitu 51%. I gjithë rrugtimi politik, i subjekti politik është me arrit një shumicë në zgjedhje, një mazhorancë. E vërtet. Lëvizja vetëvendosje shumë mirë që ka fitu, absolutisht. Shumë mirë që edhe unë që drimi kemi hupë. Shumë mirë që këtë partitë opozitare kanë rrë për toke. Hajde graj punës për në hec. A është që po thotë qëndrimi s'po do me bo për vendin? Po jo, absolutisht. Na këtu kemi me qenë prapë. Unë e fjallës temi Rikarshi dhe fjallën temi nuk e folë as për inati, as për meri, as për zili. Ja vendosi argumentin mrapa se ne se du mu ballafaqu. Jo 51%, me këtë mentalitet qevereses, me këtë qërëditje të madhe që i ka ndodhur lëvizjes vetëvendosje, edhe 71% e merë nuk mundet me e bo. Nuk mundet me e bo pëse ka dollë prej boshtit vetë. Pra, për mu shumë e dhëmshme me po ne njeri të madh të politikës, për cilën jam rrit me të kam rrotu Albin Kurtin, sa që nuk folë për program politik. Ne në rrotimin tonë kemi përgatit me mujt tërë alternativën qeverisëse. Sot nuk folë vetëvendosje për program politik, pra kemi një qeveri 51% që ka fitu, edhe ne presim me u konsolidu institucionet tona, edhe sot nuk e dim se që ka me bo kryeministri me energjinë elektrike, që ka me bo me migrimin e madh. Nuk është më rëndësia as për mua hiç as Alberti, Moskovë, as Dardani, edhe pa neve hiç Kosova. Ndoshta edhe pa gjithë neve këtu që jemi. E vërtet. Nuk është hall individual. Po. Unë e thash një ditë edhe tham me keqardhje, se për një një keqardhje, se sinqerisht jo për të treguar të rëm, po nuk di që për një që është friga, as nuk e bëj kështu që ja kam. Ata mos e diskutojnë kurse. Po jo, sinqerisht nuk jam marrë tu me thonë diçka, po për një keqardhje kur e thash edhe kur për e tham, edhe do të tham vazhdimisht. A ke paja nona i sholle e të në 100 vjetë, edhe ja dëshiroj gjitha marat edhe po një kes pse pe përmeni. Pa ke paja nona që ja pudh dorën kryeministit Albin Kurtin fushat. Aja me po son të nevoj për dorën e shtetit, me kon e braktisnë, ose me kon e lone pas dorë, ose me ik djente me med vetë, aja nuk e ka dorën e shtetit me rehabilitu. Pra, në shoqërinë tonë që po ndodhë për njerëz të nevoj, ka njerëz që janë si qëndrimi, edhe solidar, edhe biznesmen, shumë mirë që i kemi. Po, është Halili që ti e përmesh për shemb. E kemi zarfin e mërgjimtarit, për shembull. E kemi Halil Kastratin, po sa është e mirë është e damshme për fytyrën e shtetit.